Në një artikull gazeta amerikane Washington Post shkruan se për herë të parë kryeministri i Shqipërisë po sfidohet nga gjenerata Z. Kryeministri socialist i Shqipërisë Edi Rama, i cili po përballet me një lëvizje proteste kundër qeverisjes së tij, që ka të rritur vëmendje globale 13 viteve të tij në pushtet, të ketë ardhur nga protestues të zgjuar dhe të sigurt të gjeneratës Z, të cilët të neutralizojnë talentet e shumta të kryeministrit, vijon artikulli. Sipas gazetës, të rinj, por pa kënaqësia e tyre është shfaqur më shumë në statistikat e emigrimit sesa në protestat në rrugë. Deri tani, vetes, një incident i vetëm bëri që frustrimet e akumuluara prej kohësh të rinjve shqiptar të shpërthenin. Ndërsa sill në vëmendje protestat dhe rastin e incidentit në Zvërnec, gazeta shkruan se këto protesta shpejt u zhvendosën në kryeqytet, ku prej 4 javësh demonstratat zhvillohen çdo ditë. Protestat janë njëkohësisht zemërim, duke kërkuar rrëzimin e të gjithë establishmentit politik. Ashtu si në shumë kryengritje të tjera të gjeneratës Z, solidariteti politik është përhapur përmes humorit dhe memeve. Një brez shqiptarësh që deri tani kishte qëndruar i heshtur, po përjeton një ndjenjë të re dinjiteti dhe fuqizimi politik, vijon prestigjozja amerikane. Gazeta shkruan gjithashtu se korrupsioni i përhapur në qeverinë e Ramës është bërë gjithashtu i papërballueshëm për qytetarët. Refuzimi i tij i fundit për të hequr imunitetin parlamentar të ish zëvendës kryeministres së tij, e cila përballet me një akt akuz, po krijon një pengesë serioze në rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ai shihet gjithashtu si një kërcënim më i gjerë ndaj reformave për shtetin e së drejtës, të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat Rama deri vonë i kishte përqafuar si të vetat. Washington Post shkruan se përpjekjet e Ramës për të tallur protestuesit si influencues të shkëputur nga realiteti kanë dështuar, duke shtuar se një brez i ri po mëson si ta shndrojë pakënaqësinë publike në forcë elektorale. Dhe për herë të parë në karrierën e tij të gjatë, Rama duket se nuk është në gjendje të ketë fjalën e fundit, dhe kjo mund t'i kushtojë më shumë. Përfundon artikulli.